Kur Jack Smith po punonte në hetime më pas në akt akuzë kundër Donald Trump, dokumentet tregojnë se metodat ishin gati të njëjta me ato që aplikojnë në ndjekjen e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Përderisa për punën e tij në Hag, ka akuza ende të hapura se ka angazhuar e punuar me informator. Njëri prej tyre, Faiki Meri, një personazh kontrovers, për të sjellë dëshmitar të rreshëm kundër UÇK-s në SBA, është zbuluar edhe me dokumente se ai ka paguar vetë spion. Byroja Federale e Hetimeve e SBA-s ka nxjerrë dokumente që tregojnë se zyra e tërshme e prokurorit special Jack Smith miratoi në vitin 2023 pagesën e $20,000 për një burim konfidencial për të dhënë informacione në kuadër të hetimit për përpjekjet e presidentit Donald Trump dhe mbështetësve të tij për të kundërshtuar rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020. Sipas Just the News, ky zbulim përfshihet në një seri dokumentesh të reja që drejtori i FBI-s Kash Patel ja dorëzoi Kongresit këtë javë dhe që ofrojnë më shumë qartësi mbi taktikat dhe shtrirjen e hetimit që agjentët dhe prokurorët përdorën për të tentuar të ndërtonin një çështje se Trump, avokatët dhe aleatët e tij kishin shkelur ligjin duke tentuar të nxisnin përkrahas të mos hynin Senatin dhe Kongresin. Kreu i FBI-s Kash Patel i tha Just the News se ky zbulim tronditës për pagesën e një spioni ishte dëshmia më e fundit se hetimi Arctic Frost përbënte një abuzim të rëndë në pushtetin dhe shkelje të ligjit. Dokumentet tregojnë për disa përpjekje të mbikëqyrësve të FBI-s për ta bërë vetë Trumpin subjekt të hetimit, ide që përfundimisht u hodh poshtë. Një komunikim elektronik dokumenton miratimin prokurorial në formën e një emaili dakordësie nga këshilltari i prokurorit special Raymond Halser më 2/6/2023 për një pagesë në shumën $20,000 për informacionin e ofruar në mbështetje të hetimit të përmendur, thuhet në memorandum. Pagesa u diskutua nga Raymond Halser dhe ndihmës prokuroria speciale Julia Guggenheimer me prokurorin special Jack Smith, thuhet aty. Dosja e FBI-s tregon zinxhirin e miratimit me një agent të FBI-s që i shkroi zyrës së Smith më 2 qershor 2023. Siç u diskutua, kërkojmë dakordsinë e zyrës suaj për pagesën tonë të propozuar për $20,000 për ofrimin e informacionit nga burimi konfidencial në mbështetje të hetimit, shkroi agenti. Halser ju përgjigj shkurt duke thënë dakord, faleminderit. Për këtë zbulim të ri ka reaguar edhe vetë presidenti Donald Trump, duke thënë se Jack Smith duhet të ishte në burg. Jack Smith i çmendur duhet të ishte në burg për gjithçka që ka bërë për ta turpëruar vendin ton, ka shkruar ai. Edhe drejtori i FBI-s Kash Patel tha se çfarë ka bërë Smith është një abuzim i rëndë. Në udhëheqjen time, FBI apo prodhon dokumente me një shpejtësi rekord për t'u sqaruar faktet popullit amerikan. Ajo që ndodhi me çështjen Arctic Frost ishte një abuzim i rëndë me pushtetin dhe shkelje e ligjit. Kjo FBI është e përkushtuar të rikthejë llogaridhënien dhe besimin e publikut, tha ai. Por cilat janë pretendimet për Jack Smith se punoi gati njëjtë dhe në Hag kundër krerëve të UÇK-s? Një raport i ish agentit të DEA-s amerikane, John Monian, kishte zbuluar se si ish kryeprokurori Jack Smith kishte përdorur Faiki Merin si ndërmjetësues për sjelljen e dëshmitarëve të rreshëm kundër krerëve të UÇK-s. Njëri ndër ta ishte Halit Saitaj, i cili sipas deklaratës së vet ishte nxitur nga i Meri të jepte dëshmi të pavërteta në Hag. Jack Smith, sipas dëshmisë së Saitajt, ishte katalizatori kryesor i skemës së falsifikimit të dëshmitarëve. Ai rrëfente se si Jack Smith kishte komunikime të vazhdueshme me Faiki Merin, i cili nga ish kryeprokurori përdorej si një lloj ndërmjetësuesi për sjelljen e individëve që do të jepnin dëshmi të fabrikuara në dëm të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. I Meri kishte mbështetjen e plot nga Smith, paraqitej si agenti CIA-s me emrin Florian, por më vonë identiteti i tij u zbulua. Për këtë histori, emisioni Opinionet të Vëklan kishte prodhuar një dokumentar të gjatë që ofronte detaje tronditëse.